Një ditë u nola një farë këtu në Lozic, mi pytë se në ftojt, një vend tha 2.60. Ta shu nola një vend tjeti, pa tekst, me të vërtit, ftojt kënë mirë, e po, shkenë pi Turqie, si jam marak, edhe një ftojt, 3.60. Ma ka ftufa, urgent, vitin tjetër një hektar ftoj. Kam i mjell, biznesi pa plako. U kry, edhe një hektar orra. Kjo është premtim publik. 3.60 ftuj, do më thonë ka orë pi Turkije, transport pranda nena knena 3.60. Kjo nuk është në regull. Shumë shpejt, edhe i ftoj gjitha ata që merren me bujqësi, do më thonë se ftuni është shumë i mirë, Nëse është bio, perfekt është. Kështu që shumë shpejt, një hektar ftu me mjell. Edhe mu bo milioner plako, me ftu. Pastaj vazhdojmë, deri në 10 hektar.